a lejohet martesa mes dy bajrameve? Shpesh herë disa njerëz pyesin se a lejohet të fejohet njeriu ose të martohet në mes dy festave të bajrameve. Një përgjigje për këtë çështje ka dhënë dietari i madh i kohës tonë, Dr. Yusuf El-Qaradawi, i cili thotë: martesa është e lejuar në të gjithë muajt, kurse ajo që thuan disa njerëz se martesa është e ndaluar në muajin Shawal apo në periudhën mes dy festave të bajrameve, është ignorancë dhe mendim i gabuar nga i cili duhet hequr dorë. Vet i dërguari i Allahut, Muhamedi alayhis salatu wassalam, është martuar në muajin Shawal, i cili gjendet mes dy bajrameve, dhe nuk ka argument më të fuqishëm se sa veprimi i vet pejgamberit të Allahut, Muhammedit alayhis salatu wassalam. Prandaj, duke u bazuar në këtë, disa prej dietarëve kanë thënë se martesa në këtë kohë është e pëlqyer. Andaj, mbështetjuni Allahut të lartësuar dhe martohuni. Allahu ju bekoft.